Tajlanda ka dërguar tanke dhe artilleri në kufirin e saj me Kambodgjën pasi një marrëveshje armpushimi mes dy vendeve dështoi vetëm 2 javë pasi u nënshkrua. Armpushimi të cilin Donald Trump u mburr se ndërmjetësoi u prish të hënën pasi 4 ushtarë tajlandez u plagosën nga mina toksore në rajonin e diskutueshëm kufitar mes dy vendeve. Kryeministri i Tajlandës njoftoi pezullimin e marrëveshjes dhe tha se veprimet armiqësore ndaj sigurisë kombëtare të vendit nuk ishin ulur siç mendohej. Lufta mes Tajlandës dhe Kambodgjës shpërtheu në maj për shkak të një mosmarrëveshjeje të gjatë kufitare. Gati 50 persona u vranë në konfliktin që zgjati për disa javë dhe qindra mijëra të tjerë u zhvendosën. Kambodgja mohoi se ishte përgjegjëse për lëndimet e pësuara nga ushtarët tajlandez. Zyrtarët sugjeruan se eksplozivët ishin mbetje nga konfliktet e viteve 1970 dhe 1980, kur miliona mina toksore u vendosën nga fraksionet ndërluftuese në rajon dhe kur SBA gjithashtu kreu sulme me bomba gjatë luftës së Vietnamit. Megjithatë, ekspert pavarur dhe zyrtar tajlandez thanë se kishte proba se forcat kambodgjane kishin vendosur mina të reja toksore më vonë. Ndërsa Malajzia ishte negociatore kryesore, Trump ka marrë vazhdimisht meritat për ndërmjetësimin e armpushimit duke kërcënuar të përfundojë negociatat për tarifat me të dy vendet. Armpushimi ishte arritur tashmë në fund të korrikut për të dy udhëheqësit në shkruan një dokument zyrtar në margjinat e një samiti të kombeve të Azisë Juglindore në fund të tetorit. Trump tha se i fluturoi për në Malajzi posaçërisht për qenë dëshmitari në shkrimin të marrëveshjes. Ndërsa Kambodgja vlerësoi shumë Trumpin për rolin e tij për fshirë nominimin e tij për çmimin Nobel për paqen, Tajlanda ka qenë më e rezervuar.